Nderuar teleshikues, një vend dhe një shtet ku punohet të mersi shumë. Ndërtojmë, punojmë gjithë skaletat e gjitha, i bëjmë gati dhe befas, vjen ora 17, ose shteti bëni, ose gjykatat bëni një punë të madhe, ose pastaj po se bën këta e bëjnë vrasit, e gjitha dhe na prishin skaletën në orën 17 fiks, gjykata kushtetuese ka rrëzuar Ramën, Begajn dhe zgjedhjet e Tiranës. Fiks në orën 17. Dhe i ka dhënë të drejtë Erion Veliajt duke rrëzuar qeverinë për shkarkimin. Presidentin për dekretimin e zgjedhjeve dhe përjedhoi edhe zgjedhjet e Tiranës, siç u thash. Për këtë çështje do të flasim pjesën e parë të këtij emisioni, i cili do të jetë një emision si thua në ndarë në 3 pjesë dhe ne do të përpiqemi të ketë një dinamikë sa më të fortë. Në lidhje direkte, mua do të më shpjegoj çka ndodhi në orën 17 me Erion Veliajn, se tani ka plot gojë dhëna, ku thuhet që Erion Veliajn tani duhet edhe të lirohet. Që është një çështje krejt tjetër, që s'ka lidhje fare. Spaku ka marrë masën e të gjitha, por do të thonë edhe të lirohet e të gjitha, punë e tyre tani. Po indirekt thonë edhe duhet të lirohet dhe indirekt, sepse përse duke ndodhur ky lirim, duhet ndodhë lirimi tjetër, më se të thash. Tani, Klodiana Lala në lidhje direkte, më ndihmoni. Klodi, mirëmbrëma, të pashë që po të dukesh dhe pak e ngjirur, na falësh, po nga që përpiqemi të bëjmë punë dhe të thresim edhe kur zerin e ke me probleme. Faleminderit shumë që do të na sqarosh në minutat e para për këtë problematikën e orës 17 për Erion Veliajn. Megjithëse unë ma the kur ishim këtu, herën e kaluar, të thash që fiton Erion Veliajn. Tani, por ti më thesh opinion. Opinion ishte në fakt se si ishte fakti, tani është fakti. Është fakti brenda. Arlind Qori do t'jetë në një lidhje pas pak minutash, 5 minuta, sepse ai thotë që Rama e ka bërë këtë. Do të na shpjegoj në një lidhje. Agron Shejaj, kryetari i Partisë Mundësia, është në studio. Faleminderit shumë zoti Agron. Dernis Dynjaja, Andi Tela, Anton Abilekaj. Faleminderit shumë Anton. Tela. Bravo. Zoti Dynjaja. Tani. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar qeverinë dhe presidentin për shkarkimin e Veliajt dhe zgjedhjet në Tiranë. Zonja Lala, çfarë është vendimi konkretisht? Atëherë, zoti Rakipi, sikur s'është bërë me dije, gjykata kushtetuese pasi shqyrtoi ankesën dhe kërkesën e bërë nga zoti Veliaj kundër shkarkimit nga detyra e kryetarit të bashkisë, ka vendosur ditën e sotme me 5 vota pro dhe 3 kundër të shfuqizoj vendimin e Këshillit të Ministrave numër 539 i datës 25 shtator 2025, që vendosi shkarkimin nga detyra të kryetarit të bashkisë së Tiranës, zotit Erion Veliaj, gjithashtu të shfuqizoj si antikushtetues dekretin numër 350 të datës 1 tetor 2025 të presidentit të Republikës, zotit Bajram Begaj, i cili kishte dekretuar zgjedhjet për 6 bashki, pra zgjedhjet e pjesëme vendore për 6 bashki, përfshirë edhe bashkinë e Tiranës. Por më herët gjykata kushtetuese e kishte pezulluar dekretin që lidhej pikërisht me zhvillimin e zgjedhjeve në bashkinë e Tiranës, por ky dekret është fuqizuar si antikushtetues. Gjithashtu, gjykata kushtetuese, sikurse thash me 5 vota pro dhe me 3 kundër Erion Veliajt, ka vendosur të lërë në fuqi edhe pezullimin e dekretit, çka do thotë përfundimisht, të paktën deri në moment të dytë nuk do të zhvillohen zgjedhje në bashkinë e Tiranës. Duhet theksuar që gjykata kushtetuese ka rrëzuar vetëm pjesën ose kërkesën e Erion Veliajt që ka të bëjë me prezumimin e pafajësisë, për ta sqaruar për opinionin publik. Procesi në gjykatën kushtetuese nuk lidhet dhe nuk afekton procesin që po zhvillohet në gjykatën e posaçme, ku po shqyrtohen akuzat penale ndaj zotit Veliaj, ndaj cilit rëndojnë 13 akuza penale, 9 prej cilave janë akuza për korrupsion, ka akuzë për pastrim parash, fshehje të pasurisë, shpërdorim detyre, futje sendeve të paligjshme në burg. Pra masa e sigurisë dhe pjesa e procesit penal nuk ka asnjë lidhje me procesin që është zhvilluar ditën e sotme, pra që është marrë vendimi në gjykatën kushtetuese. Me fjalë të thjeshta, pra për ta kuptuar opinionin publik, pa u ndalur në gjuhën e drujtë të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese thotë që Erion Veliajt i është mohuar e drejta për një proces të rregullt, për sa kohë që ai nuk është dëgjuar përpara Këshillit Bashkiak dhe të kishte pretendimet e tij. Fakti që Këshilli Bashkiak e ka lajmëruar zotin Veliaj, por nuk i ka dhënë mundësinë që ai të japë pretendimet e tij, konsiderohet cënimi i procesit. Përrjedhoi e gjithë procedura e ndjekur nga Këshilli Bashkiak
pranë Bashkisë së Tiranës është një procedurë e parregullt dhe përrjedhoj dhe antikushtetuese. Së dyti, thot gjykata kushtetuese, ligji për qeverisjen vendore nuk mundet kursesi të jetë më lartë se sa neni 115 i kushtetutës. Është e vërtetë që ligji për qeverisjen vendore në një nga nenet e tij parashikon që kryetari i bashkisë mund të shkarkohet nga detyra nëse mungon pa arsye për 3 muaj. Në rastin konkret, zoti Veliaj nuk ka munguar sipas gjykatës kushtetuese me vullnetin e tij, por se ka qenë në një mas sigurie arrest në burg. Ndërkohë që zoti Erion Veliaj, sipas gjykatës kushtetuese, mund të shkarkohej sipas nenit 115 të kushtetutës, vetëm nëse qeveria do të provonte te çdo dyshim të arsyeshëm që Erion Veliaj kishte kryer shkelje të rënda gjatë ushtrimit të detyrës, cili është një nga rastet që zoti Veliaj mund të konsiderohet që ka kryer shkelje të rënda. Nëse Erion Veliaj nesër mund të cilësohet fajtor për njërin nga akuzat apo për të gjitha akuzat që ka ngritur ndaj tij prokuroria e posaçme, atëherë konsiderohet që ka kryer një krim të rëndë dhe automatikisht Këshilli i Ministrave e shkarkon dhe i drejtohet presidentit për dekretimin e datës së zgjedhjeve. Ose ka raste të tjera kur mund të ketë tradhtim ndaj adheut, është kapur në kryerësi për të kryer si një krimi të rëndë, pra këto janë raste që konsiderohen shkelje të rënda në detyrë. Në këtë pikë, thot gjykata kushtetuese, përveç se procedura është e paligjshme, Këshilli i Ministrave nuk e ka provuar që Erion Veliaj ka kryer shkelje të rënda. Nga ana tjetër, lë një hapësirë që të nesërmen Këshilli Bashkiak mund ta rinisë sërish këtë procedurë, por pra për shkarkimin e zotit Veliaj, por së pari duke i dhënë mundësinë të dëgjohet dhe së dyti duke i provuar Këshilli i Ministrave që ka kryer një krim të rëndë gjatë ushtrimit të detyrës. Pra përfundimisht gjykata kushtetuese nuk ka vendosur kornizat vetëm për rastin e zotit Veliaj, por duke qenë se ky është një precedent ose është një precedent për ligjit kryetarët që kemi dhe do të ndiqet në të gjitha rastet që do të vinë në vijim, sepse për ta shpjeguar për ta shpjeguar për popullin, se ndonjëherë them popullatën unë po e them domethënë në mënyrë normale, kështu dhe thonë pse thua popullatën. Ka dhe protesta për këtë. Po, popullit, për ta kuptuar popullit, Veliaj tani ka fituar që është të shkarkuar gabim, dhe jo që do të ngrihet tani dhe do shkoj te zyra, se kisha ludime për një pjesë medias, njerëzit që janë fare afër Velis, thoshin tani ai duhet për këtë shkak duhet të shkojë në zyrë. Si mendon ti këtë? Është gjë tjetër kjo. Jo, si e mendoj, është një interpretim ose më saktë qëllimisht e thon këtë gjë. Zoti Veliaj, një nga argumentat thelbësore të prokurorisë posaçme për ta mbajtur në masën e sigurisë zotin Veliaj, është pikërisht ushtrimi i detyrës. Pra prokurorët e posaçëm thonë, gjatë kohës që ishte në detyrë, në momentin që Erion Veliaj është duke ushtruar detyrën dhe ai për shkak të influencës, për shkak të pushtetit, për shkak të lidhjeve politike që ka, patjetër që ekziston risku sipas tyre që Erion Veliaj mund të shkatërroj provat, sepse ju e dini që ka një çështje tjetër të deklaruar publikisht që është duke u hetuar nga prokuroria e posaçme dhe së dyti ka një moment tjetër shumë thelbësor, intimidimi dëshmitarëve. Vërtet personat që janë pyetur për dosjen Veliaj e kanë dhënë dëshminë e tyre përpara gjykatës, përpara prokurorisë, por konsiderohet provë sipas ligjit kur ata të rrëfehen përpara gjykatës. Dhe ky është argumenti i dytë. Friksimi ose tentativa apo dyshimi se mund të intimidoj dëshmitarët është një tjetër argument që prokuroria e posaçme ka përdorur për mbajtjen në paraburgim të zotit Veliaj pra në masën e sigurisë arrest në burg. Dhe këto dy argumenta qëndrojnë sipas qëndrimit të prokurorisë posaçme. Nga ana tjetër, kjo fitore për zotin Veliaj është më shumë morale, sepse zoti Veliaj të paktën derisa të ketë, sepse ai do të kërkojë ndryshimin e masës së sigurisë e ka bërë në mënyrë të vazhdueshme, por deri më tani ka dështuar në gjitha përpjekjet me gjykata, nuk mund të rikthehet në detyrë. Ai nuk delegon pushtetin sepse kjo është pyetja thelbësore që u bë. Duke mos u kthyer në detyrë, ai mbetet në burg dhe tani pritet Klodi që ne të kemi kryetar bashkie deri në 2027-ën, edhe kryetar bashkie të Tiranës edhe në burg. Të dy detyra do të kryej këto? Domethënë zoti Veliaj një ndër pyetjet që ju bë gjatë kohës që ishte seanca maratone sprentes që lan pas, ishte pikërisht mënyra se si zoti Veliaj do ta ushtronte detyrën gjatë kohës që është në paraburgim. Sepse jo të gjithë me sa duket e kanë dëgjuar me vëmendje ose nuk donin ta dëgjonin me vëmendje. Zoti Veliaj tha që unë ndodhem në paraburgim, në atë që e konsideron si një masë arbitrare të marrë ndaj tij, por nuk jam në detyrë jo për shkak të vullnetit tim, por për shkak të një mase sigurie. Megjithatë, theksoi zoti Veliaj, ligji më ka dhënë mua atributet si kryetari i bashkisë që ta delegoj pushtetin.
çka do thotë që Bashkia e Tiranës, nëse nuk do të ndërmerret një tjetër procedurë nga ana e Këshillit Bashkiak për ta shkarkuar, zoti Veliaj do të qëndrojë në detyrë deri në momentin që gjykata e apelit të posaçëm do të jap një vendim ndaj tij. Në momentin që në përfundim të procesit zoti Veliaj mund të dënohet, por mund të dalë dhe i pafajshëm, këtë nuk mund ta paragjykojnë. Atëherë momentin që dënohet, shkarkohet menjëherë. Momentin që merr pafajësinë, pra në rast nëse do të marr pafajësinë, atëherë zoti Veliaj duhet marrë bekimin e forcës së tij politike për të garuar, nuk garon më për kryetar bashkie për shkak se i ka përmbushur 3 mandate, por për që në funksione publike. Gjithsesi, nga mënyra se si ecën procesi në gjykatën e posaçme, gjasa që Erion Veliaj ta përmbyll vendimin e formës së prerë deri në zgjedhjet e 2027-s janë shumë të larta, sepse proceset e natyrës me 30 të pandehur, sikurse është procesi i zotit Veliaj, zgjasin 1 deri në 3 vite në gjykatën e posaçme dhe në gjykatën e apelit të posaçëm. Pra sot që flasim, zoti Veliaj akoma nuk ka kaluar filtrin e gjyqtarit paraprak. Çka do thotë duhen disa muaj për të kaluar filtrin e gjykatësit paraprak. Kështu që betejë e Erion Veliajt me gjykatën shqiptare, me gjykatën e posaçme, është një betejë shumë e gjatë. Jo, po ti Klodi dhe të vazhdojmë. Klodi, falenderoj shumë për ndërhyrjen që mundësinë që na dhe. Ju lutem temperaturat jetë më poshtë, urgjent tani. Faleminderit nga dhe mirë atëherë me Klodin, po. Kjo që ka bërë vendimi që ka marrë gjykata kushtetuese është një çmenduri e vërtet. Gjykata kushtetuese praktikisht po na thot që një kryetar bashkie që është në burg i akuzuar për korrupsion nuk mund të shkarkohet. Me 13 akuza nuk mund të shkarkohet. Do ta mbani aty në krye të Bashkisë Tiranës për sa kohë nuk ka një vendim përfundimtar. Kjo është çmenduri praktikisht. I bie që jo vetëm me Veliajn, po me këdo tjetër, nëse prokuroria, Spaku, ka të korruptuar që po vjedhin qytetarët shqiptar, vjen keq, thotë gjykata kushtetuese, ai është zgjedhur do ta mbani aty. Më thoni në cilin vend të botës perëndimore ndodh një gjë e tillë. Është çmenduri. Gjykata kushtetuese praktikisht ndodh e vërteta është çdo vend të Evropës perëndimore, por kur ndodh atje, personi me 13 akuza jep direkt dorëheqje. Jo, po edhe sikur, jep menjëherë dorëheqje. Dgjoj. Problemi është që gjykata kushtetuese, por në çdo vend të Evropës perëndimore personi jep dorëheqje. Gjykata kushtetuese në fakt antarët nuk janë çmendur. Është e qartë që janë të gjithë në Evropën perëndimore protagonistë që kanë shërbyer me vendimin e tyre, i kanë shërbyer Edi Ramës, i cili praktikisht me këtë vendim do dali do thotë janë të korruptuar, se janë të korruptuar, gjykata kushtetuese tha që nuk i largojmë dot. Kjo është, sepse më fal, dhe nuk është konkludimi të Agronit më lidh me Qorin, Dhe problemi nuk është vetëm që është për Veliajn, por kjo është ai po vë duart përpara për Veliajn, për Belinda Ballukun, për veten e vet, se një ditë do vendet dhe Edi Rama. Edi Rama thoti. Por tani, shiko. Mos vetë Edi Rama tek ta, po ja. Kjo, dëgjoj, ne kështu thoshim ylli metalje, Jo, dakord. Edhe kur flitej për Veliajn, edhe kur flitej për Veliajn, kush e besonte, askush nuk e besonte që Spaku dhe drejtësia mund të shkonte në zyrën e Erion Veliajt dhe ta arrestonte. Dhe për Belinda Ballukun e njëjta gjë. Askush nuk e besonte që ndërkohë që është në detyrë, do merrej e pandehur zëvendës kryeministrja. Tani, drejtësia një i ka mbetur, Edi Rama. Arrestuan dhe koha, faktet kanë treguar që me Erion Veliajn u vepruan në ditën të mënyrë, si fillim u morën me varësit e tij, me të gjithë drejtorët, pastaj vajtën te Veliaj. Të njëjtën gjë bën edhe me Belinda Ballukun, i kapën një herë të gjithë varësit, i jetuan ata dhe pastaj vajtën tek Belinda. Tani, ta varësit e Edi Ramës janë. Ka pak të drejtë tela se në perëndim nuk ndodh kjo. Më thoni një rast. Nuk ndodh. Ora më thoni një rast. Po të them, më dëgjoj deri në fund, po them që në perëndim çdo person që vjet në një akuzë të tillë i jep dorëheqjen. Pra nuk i le kohë diskutimi. Jo, nuk i futin para burgrim politikanët. Po perëndim. Si nuk kanë futur, është e vërtet. Trumpin se fut njëri psh. Po mirë, le Trumpi tani, Trumpi është histori tjetër. Jo, do vazhdojmë ne këtu. Problemi është. Jemi okay më burr. Të pranojmë edhe Jo, da pranojmë ne, po problemi është që nëse banalizojmë tani bisedën, më fal që e them, po tani
E kuptoni qa do të thot që të kesh një kryetar bashkie që ka 8 muaj në Agron, jemi okej. Dhe si mundet, çmenduria e gjykatës kushtetuese Fakt, unë jam me mendimin e- si mund të thuash tani Logjikisht, unë jam me kryetari mendimin e kryetari i bashkisë e vërtetë është që nëse nuk paraqitet në punë për 3 muaj mund të shkarkohet, po ky nuk e ka bërë me dëshirën e vet. Po kjo është çmenduri. Qartë. Ju lutem pak minuta, vetëm pak Me minuta. dëshirën e vet, nuk mundet. Arlind Qori është deklaruar, Arlind mirëmbrëma. Ka deklaruar. Mirëmbrëma, Ylli. Kjo është një punë e Edi Ramës. Që, do të thënë, veprimi që ka bërë gjykata. Si është, Arlind, si është mendimi juaj? Po, afërmendsh mua nuk më duket vendimi drejt ky gjykatës kushtetuese dhe unë dyshoj që anëtarët e gjykatës kushtetuese nuk e kanë pasur lirinë e plot për të menduar dhe për të vendosur si gjykatës. Është të jetë absurd interpretimi sipas cilit ti mund ta mbash një zyrtar të zgjedhur edhe 4 vjet në burg ose në paraburgime dhe ai prapse prap të qëndrojë në detyrë. Sepse sipas këtij vendimi, sikur Erion Velia ishte paraburgosur një ditë mbasi ishte zgjedhur, ne të duhet ta mbanim kurriz 4 vjet të plota përsëri si kryetar bashkie. Gjithsesi, kjo nuk është gjëja më e rëndësishme në këtë moment. Unë besoj se Edi Rama si ka ndalë llogarit keq pasi vendosi që ta shkarkonte Velia dhe të kishte zgjedhjet parakohshme në Tiranë. Në muajt e fundit ka ndodhur disa ndryshime në jetën politike dhe shoqërore shqiptare, që kjo arroganca dhe mendjelehtësia fillestare e Ramës për të thirrur zgjedhjen në Tiranë, pastaj po i dilte dal nga dal si bumerang. Unë do dua vetëm 2-3 minuta sa t'i rendis këta si faktor, dhe pastaj mund diskutohet gjëre gjatë se deri ku vlej. Bi fjala, Rama me gjas nuk e ka pritur që Erion Velia të rezistonte, të bënte rezistencë fort, domethënë, ta padiste në gjykatën kushtetuese dhe t'i qëndronte me kryenësi pozitës së vet. Po ashtu nuk e ka pritur që Spaku apo institucionet tjera të drejtësisë të merreshin kaq herët me Belinda Ballukun. Dua t'ju kujtoj që Belinda Balluku është graduar si zëvendës kryeministre vetëm pak muaj më parë. Pra nuk e priste që Spaku do ta merrte të pandehur Belinda Ballukun as 2 muaj mbas themelimit të qeverisë së re. Po ashtu ka pasur shenja të përçarjeve të brendshme brenda Partisë Socialiste, sidomos në Tiranë, ka pas si rrallëherë kam përshtypjer unë kritika të brendshme dhe pakënaqësi të brendshme që dilën edhe në sipërfaqe për sa i përket Partisë Socialiste. Gjithsesi, mendoj se faktori më i rëndësishëm që i ka ndruar mendjen Ramës që përket zgjedhje në Tiranë ka të bëjë me kandidatët, me kandidaturat. Dua të them rastin e parë që kandidatura e zonjës Manasirliu është jashtëzakonisht e dobët. Është kandidatura më e dobët që mund nxirrte Partia Socialiste në këto zgjedhje. Pra unë e kisha, Arlind, unë e kisha këtë moment, ka patur zëra që vetë qeveria është interesuar që të anulloshin zgjedhjet pasi kandidatja nuk dilte mirë me sondazhet. Do t'i rendisi faktor. Do t'i rendisi faktor. Zonja Manasirliu është sigurisht përfaqësuese një partie funde kryet korruptuar, është një kandidate me shumë probleme gjatë qeverisjes së disa dikasterëve si shëndetësia apo arsimi, po mbi të gjitha është një personazh që nuk ka pikën e autonomisë dhe karakterit politik. Domethënë, Edi Rama mund të kandidonte shumë mirë një nëpunëse të një zyre të humbur të Partisë Socialiste, e do kishte një profil më të lartë publik se zonja Manasirliu. Unë kam vënë re javën e fundit që Edi Rama për t'ia ngritur sadopak profilin publik zonjës Manasirliu filloi të shpërndante videot e Manasirliut nga faqja e vet në Facebook. Kjo thotë është ditë hallit nga kjo pikpamje. Pra kandidati që zgjodhi ishte një kandidat dhe vazhdon të jetë një kandidate jashtëzakonisht e dobët. Unë nga tjetër dua të flas për kandidaturën time, mund të duket çik mendje madhe apo egoiste, por më që mund të rasti do i them 2-3 fjalë, se pastaj secili mund të jap mendimin e vet. Lëvizja Bashkë në këto zgjedhje duke kandiduar kryetaren e saj, pra mua i mori zgjedhjet në Tiranë me seriozitetin e vet maksimal, domethënë kandidimi im në kupton një kandidim jo vetëm profesionale, teknik, po edhe një kandidim të fort politik. Nga ana tjetër unë kam vënë disa sondazhe që e jepnin vërtet goxha më lart se ç'ne kemi qenë më herët kandidaturën time në Tiranë, një televizion goxhar miqësor ndaj lëvizjes Bashkë muajt e fundit si News 24 kishte botuar një sondazh para pak ditësh dhe mua më nxirrte 12.5% në Tiranë. Nga të dhënat të tjera të pakonfirmuara, unë kam përshtypjen që kandidimi im Tiranë do të ishte akoma dhe me përqindja, sikur votimet mbaheshin sot Tiranë ime do të ishte akoma dhe më lart dhe pika më e keqe për Ramën është që këto zgjedhje të shihen si me 3 alternativa.
Sikur zgjedhjet konsideroheshin vetëm me dy alternativa, për midis PS-s dhe PD-s, Rama do e kishte më të lehtë për të mobilizuar të pakënaqurit brenda Arlind, të mos hapemi se jemi te kjo vetëm se jemi shumë sintetik se unë kam 3 pjesë. Jemi te ky moment, Te kjo do rrim. te vendimi, po. Dhe po të thoja, alternativa e tretë, do të thotë pasja 3 alternativa, qytetarët e Tiranës, kur mendojnë që ka 3 alternativa për të drejtuar Tiranën, dhe ku një alternative jam unë, apo përfaqësuesi Lëvizjes Bashk, unë besoj që për Ramën kjo është, si thuash, ndodhia më e keqe e mundshme, sepse ka shumë të vështirë ta monopolizoj propagandën e vet vetëm kundër kandidatit të Sali Berishës. Kështu që për të gjitha këto rrethana, unë besoj se Edi Rama është bërë pishman që pak muaj më parë zgjodhi të hynte në zgjedhjet e Përbashkinë e Tiranës, prandaj besoj se vendimi i gjykatës kushtetuese është një vendim i porositur nga Edi Rama. Gjithsesi, zgjedhjet do të ketë në Tiranë, se kur ndoshta në 2027-ën... Kam iden që do t'je në vitin 2027. Unë, ndoshta ka bërë... Mund tani, drejqe mervesh, po them Arlind, alternativa racionale, tani mua më duket 2027. Unë të falenderoj shumë dhe herën tjetër. Nuk ndryshon ndonjë gjë e madhe, jemi përsëri në kontakt me qytetarët e Tiranës dhe unë besoj që kjo pakënaqësi ka përgjetur rrugë shprehjen e vet. Qartë. Falenderoj shumë, unë kemi me shumë investigacion, kam 3 pjesë dhe në herën tjetër do t'jeni në studio. Faleminderit. Me kënaqësi si gjithmonë. Mirupafshim. Natë mirë bashkë. Atëherë, të kaloj dhe analistët unë të thonë pak fjalë këto dhe kthehemi para bashkë. Pro të gjithë. Oke, unë mendoj që sot ka fituar Republika. Republika e Shqipërisë? Republika si koncept. Pra Republika është një koncept... Po pse ka fituar Republika? Ja, po ta them tani. E para se rëzoi më në fund Ramën një institucion nga pikpamja kushtetuese dhe i vuri kufirin që ka një vit kuqe ku nuk mund të kalohet. Pra çdo vendim politik, nevojë politike, kapriço politike, mori sot një përgjigje nga më të mirat, më shembullore që mund të njohi një republik si kjo që ne përpiqemi të ndërtojmë ose duam të krijojmë në mendsinë tonë. Pra 5 antar gjykatës kushtetuese dhe unë dua t'i them emër: Sander Beci, Ilir Toska, Fiona Papajorgji, Marsita Xhaferllari, Mariana Semini kanë ruajtur sot Republikën, nuk kanë marrë thjesht një vendim. Këta kanë rrëzuar një njeri... Kanë ruajtur Republikën, thotë jo, po Republika u ka thënë të veprim. Republika s'ka thënë asgjë, Republika që nënkupton ti është me dhimbje koke, dhe ky skenari që e ka përgatitur Rama gjithë këtë se i intereson kështu është, nuk e di, mua më duket një marrëzi politike ta mendosh kështu. Se Rama pas ka përgatit këtë skenarin, po ndërkohë Rama dashka dhe shkarkimin, po s'dashka dhe shkarkimin. Pastaj rrugës e kuptoi që duhet shkarkimi. Domethënë kjo është një çmenduri politike që, okay, llogarit politike janë gjë tjetër. Kur është shkruar kushtetuta, nuk ka pas njëri kur parasysh që do vi një moment i tillë juridik, ligjor, ose ngërç, ose përplasje politike, a interesash, që do vi Erion Veliaj në një rrethan tillë dhe kushtetuta është shkruar se do i përgjigjet këtij rastit. Kushtetuta shkruhet për gjitha rastet dhe nuk ka parasysh emrat. Dhe në këtë rast, gjykata kushtetuese ka marrë një vendim super korrekt në mënyrë eksplicite për t'i dhënë kuptim institucional vetes saj një dhe Republikës 2. Në këtë rast ka dalë shumë keq. Në këtë rast ka dalë shumë keq. Për shpëtimin e Republikës. Në këtë rast ta mbaroj. E tha, pa e the, kjo ide. Ka fituar Republika, ka fituar ligji. Po kam 2 elementë tjerë se ka futur presidenti i Republikës në një situatë shumë të vështirë kushtetuese. Pra presidenti është përdorur nga kryeministri në mënyrën më skandaloze në këtë rast. E para, e dyta, rasti është trajtuar, është përpjekur të... Momentin tua ka fituar Republika, ka humbur Edi Rama dhe presidenti. Po patjetër. Po Republika kush është? Çështja është kjo se nuk e thon shpesh se ngatrohen çështjet politike. Kryeministri ka përdorur një mënyrë, një taktik për ta kanalizuar çështjen në sensin administrativ, duke adresuar në gjykatë administrative. Ndërkohë ne kemi patur gjithë kohës një përballje me kushtetutën në këtë rast. Pra fakti, ngjarja, kazusi, pra jo Erion Veliaj, kazusi dhe kushtetuta. Nuk e kemi pas gjykatë administrative siç e kërkonte dhe qytetari i presidentit. Shiko. Unë kisha para pak ditësh këtu, Blendi Fevziun dhe ai bëri një ndryrje shumë interesante. Ne kemi një prokurori të posaçme. Deri këtu okay. Pastaj kemi një gjykatë posaçme. Kjo nuk ka shumë kuptim, ë? Gjykatë e posaçme, se gjykatë duhet vetë gjykatë, si të gjithë.
Po, prokuroria po s'është me dakord sepse po merret me probleme të caktuara që kanë një kohë e të gjitha dhe quhet prokuroria po s'është që merret me. Por në këtë suazë, në këtë plan i dashur Dynjaja, kemi një problem shumë thjesht. Gjykata speciale, kjo prokuroria speciale, SPAK-u, është një element i ri. Dhe në këtë pikpamje ai edhe të arreston. Ka bërë vetëm Saliu ka shpërë nga ky moment, të tjerët në përburgje. Ja isha unë pardje në takime një tjetër të burgosur, Kokën, dhe me thëna ishë në burg. Biletot ka mbaruar dhe dënimin. Po nuk afekton procesi penal i prokurorisë dhe afekton sa s'kemi të ky është institucion që është ngritur për të kryer këto punë. Këta e kanë ngritur vetë. Tani kur u bien kokë vetë, dalin gjithë persekutuar politik. Këtu është problemi. Dhe ky është një problem shumë i rëndësishëm. Kur ju bien kokë mbrapa kokës, që SPAK-un e ke krijuar tani mbaje përsipër. Mos e krijonje. Nuk ka lidhje Për mua për shembull, për mua ka një problem tjetër. Që kështu po të ishte kështu rregulloja Amerika Latine brenda një kohe shumë shkurtër. Po krijojnë 6 SPAK-e dhe rregullonje. 6 vendet. Por problemi është zotri që ai do vej në punë dhe ti do respektosh. I ke dhënë në dorë, ja ke dhënë në dorë mo. I ke dhënë mundsinë. Nuk do vej në punë fare. Të mos. Okej. Atëherë. Faktet janë këto. Gjykata kushtetuese nuk është ere parë në fakt që merr vendime në favor të zyrtarëve të lartë që janë të akuzuar për korrupsion. Se këtë ka bërë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka respektuar kushtetutën, më nuk ka parasysh personin. Tani, gjykata kushtetuese Gjykata lexon kushtetutën jo personin. Ka vendosur që një zyrtar i lartë, është logjik, një zyrtar i lartë. Ta respektojmë një tjetrin, diversitetin. Ky mendon ndryshe, ky është politikan, ti ke Gjykata kushtetuese i ka bërë gropën kësaj republike që ne kemi ashtu siç është. Dakor, nuk ishte në gjendje të mirë, po tani me këtë vendim që ka marrë gjykata kushtetuese, i ka bërë akoma më shumë gropën. Sepse është e pa imagjinueshme të marrësh një vendim dhe të thuash, po ai ka të drejtë se ai s'vete dot në punë, se ka fajin ai që s'vete dot në punë, e ka fajin SPAK-u që ka arrestuar për korrupsion. Po çfarë duhet bënte SPAK-u? Çfarë duhet të bëjë dikush më shumë se sa të jetë akuzuar nga SPAK-u për korrupsion, me një vendim dhe të gjykatës që vendos konfirmon arrestin? Çfarë duhet bëjë më shumë që mos të jetë më kryetari i bashkisë? Po ky nuk është vendimi i parë që me gjykata kushtetuese në favor të zyrtarëve të akuzuar për korrupsion. Të njëjtën gjë bëri me Xhaçkën. Gjykata kushtetuese mori një vendim, një çmenduri. Pavarësisht faktit që gjithmonë gjykata kushtetuese kur parlamenti nuk e kishte çuar, nuk kishte pranuar që ta dërgonte vendimin për mandatin në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese gjithmonë e ka marrë vendimin dhe ka marrë vendim. Për herë të parë me Xhaçkën, gjykata kushtetuese vendos të kundërtën. I urdhëron parlamentit që t'ja çojë se ndryshe nuk merr vendim për papajtueshmërinë e mandatit. Jemi okay. Është rasti i dytë që gjykata kushtetuese merr një vendim në favor të korruptuarve. Ky është problemi. Është një vendim në favor të zyrtarëve të akuzuar për korrupsion. Ska gjykata kushtetuese. Dhe pastaj tela. Është fakt. Ja, okay. Po. Nuk diskuton çështjen e korrupsionit themel. Që të thotë është i korruptuar ose i pa korruptuar filani. Gjykon vetëm këtë problem thoj. Po gjykon thotë që të jesh akuzuar për korrupsion. Rastin Xhaçkës, shkelja ishte kushtetuese, jo kushtetuese flas për. Ndërsa në rastin e Veliajt ka diskutim për këtë gjë. Cili është diskutimi? Është diskutimi kush prevalon, neni 62 i ligjit për pushtetin vendor apo neni 115 i kushtetutës. Dhe me sa dëgjova unë, neni 62 i ligjit për pushtetin vendor nuk mund të ekzistojë në qoftë se nuk i referohet neni 115 kushtetutës. Dhe nuk do merrem këtu tani se vetëm çfarë dëgjova nga avokatët, se nuk do të bëj juristin. Pra, ne diskutonim sot që në këto kushte, në këto bazë ligjore që kemi, të cilat duhet ndryshuar në këto raste, dhe pse duhet ndryshuar e diskutojmë më vonë, a mund të ndërhynte pushteti qendror mbi pushtetin lokal? Ky është presidenti do vinë në gjykata kushtetuese. Sa të drejta ka pushteti qendror ndaj pushtetit lokal? Gjykata kushtetuese. Në qoftë se do krijojë presidenti, më fal, vetëm ta mbaroj se ndryshe pastaj.
Tani Jo, po të diskutoj politikisht. Erion Velia i tha, nuk mu të më shkarkoni, sepse është e vërtet që ka munguar 3 muaj, po s'ka qenë për dëshirën time. Mos merre me emrin. Pra emrin, për atë po flitet. Po për Velia, në emrin dal pak më vonë, po tek ajo. Se unë duaj që Erion Velia nëse dënohet për korrupsion, nëse shkarkohet, të shkarkohet si fitore drejtësisë, jo si humbje drejtësisë. Kjo si shkelje e ligjit. E kupton? Pra, në qoftë se ne kemi këtë betejë ndërhyrjes së pushtetit qendror mbi pushtetin lokal, me urdhra që jepen në forumin e Partisë Socialiste, në Asamblenë e Partisë Socialiste, nga kryetari i Partisë Socialiste dhe pastaj ekzekutohet, dhe si thotë juristi i kryeministrisë, vendimi për shkarkim e çuam ne në pushtetin në Këshillin Bashkiak thoshte. E kupton çdo të thotë kjo pra? Domethënë që pushteti vendor, pushteti qendror e ka pushtuar Bashkinë e Tiranës, i imponohet në çdo vendim Bashkisë së Tiranës dhe pastaj e merr në dorë Bashkinë e Tiranës dhe trajton si doj. Në këtë kuptim, ky krijoi një precedent për pro-autonomisë së pushtetit vendor. Dhe kjo bazohet në kushtetutë, sepse kushtetuta ne garanton autonominë e pushtetit vendor. Kështu që unë mendoj që ky është vendimi i drejtë. Qartë. I cili kujt i shërben, do themi ne. Jo një sekondë, ai shërben Edi Ramës, sapo tha që Edi Ramës i shërben e kundërta. Pra, shkarkimi Veliej. Disa thonë tani i shërben të kthehet Veliej. Po sikur Veliej të shkojë nesër në gjykatë dhe thotë të kërkojë të kthehet. Një sekondë. I shërben në qoftë se qorin e këtij. Në qoftë se i shërben, jo se kam me qorin, kam me nuk e kam me qorin. Se qori jo. Njerëz thonë që do të shtytë zgjedhje. Po. Sa u bëj, qori thotë se shkon. intereson Ramës. Veliej tani i shkon në gjykatën speciale. Dhe bën Rama thotë. Dhe i thotë, tani që çështja është në gjykim dhe hetimi i prokurorisë ka mbaruar, prokuroria nuk e ka më të drejtën të kërkojë mas arresti për mua sepse ka mbaruar hetimin e vet. Nuk cënohen provat. Nuk e cënon. Hetimi prokurorit. Po, Tela një, të thot Tela dhe time një. Ta mbaroj. Dhe i kërkon gjykatës që të kthehet në detyrë. Atëherë ai mund të kthehet në detyrë. Çfarë është kjo pramë, në fitore apo humbje? Pra nuk ka lidhje. Nëse ne i shohim gjërat, nëse ne i shohim gjërat, kush fitoi dhe humbi si njeri, unë vjoj të mendoj si agron. Ngatrohemi. Nëse shikojmë kush fitoi dhe kush humbi me një precedent kushtetues, me pavarësinë e institucioneve, mendoj që kjo është fitore për precedentin kushtetues që krijoi. Çështja është kjo. Ne ndonjëherë gjëra shumë të thjeshta, çështje shumë të thjeshta, kërkojmë t'i ndërlikojmë pa arsye. Nuk ka lidhje me emrin Erion Veliaj. Ka lidhje me faktin që pas këtij vendimi, një kryetar bashkie që kapet nga SPAKU, jo me akuza nga opozita, që kapet nga SPAKU, të cilit ngrihen 13 akuza, 9 prej tyre janë për korrupsion, ti praktikisht nuk e shkarkon dot. Do ta mbash kryetar. Një sekond. Është në burg, po ai rregulluar baza ligjore, po nëse baza ligjore është në rregull, çështja është. Pas kujt ligji Tani vetëm ta mbaroj edhe pastaj. Tani nëse juve kjo gjë ju duket normale, tani tani që kemi të shmendur në tjerët. Absolutisht. Që nga normale që një kryetar bashkie praktikisht. Në këtë vendim, Erion Velia nuk e shkarkon dot më. Kjo është çështje tjetër. Jo Erion Velia, po këdo tjetër. Këdo tjetër nuk e shkarkon dot më. Unë mendoj me 13 akuza. Nuk e akuzon dot, pra asgjë. Se çfarë është? Se gjykata detyrë Erion Velia, gjykata bashkan. Që nga krimi. Mos kelim ligjin tani me gjithë ai mora. Mos ke ligjin. Po çfarë do bëjmë? Po ti ke krijuar një gjykatë. Ti ke krijuar një prokurorit po 3 muaj, po s'vajte 3 muaj në punë, si në punë, edhe në biznesin më të rëndomt. Po s'vajte 3 muaj në punë, më shkoj nga puna. Po bravo, ka. Do të ikësh. S'mund t'i thuash atij po mua më arrestuan. Tela. Çfarë të bëj se s'doja. Okej, Tela. Çfarë po thoni? Që nga dita që kjo gjykatë kushtetuese ka s'mund të mbaj njëri peng gjithë Shqipërinë. Ka 9 atar, 99% e vendimeve që kanë marrë kanë qenë pro qeverisë. Të provuara, të gjitha. 1% e vendimeve ka qenë gjykata kushtetuese, ka qenë kundër qeverisë. Kështu që dhe pritshmëria për këtë vendim ishte pro qeverisë, pra të mbante krahun e kryeministrisë dhe të presidencës. Dhe të mos e lejonte shkarkimin e Veliajt. Fakti që u mor ky vendim kundër është thjesht zbatimi normal i ligjit, pra leximi normal i ligjit. Ky vendim mund të ishte edhe 8-0. Se mjafton kjo? Po cila ishte përplasja e gjykatës kushtetuese, më fal? Përplasja çuditi përplasja midis ishte midis Erion Veliajt dhe Edi Ramës. Ajo që aty ishte një teatr, më fal një sekond. Ky ishte një teatr. Po çfarë kuptimi ka të thuash që me që ishte kundër qeverisë? Dgjoj, një sekond. Ne teatrin e kemi parë që nga 11 shtatori, kur Edi Rama doli në asamble dhe tha, do shkarkojmë Erion Velin, pavarësisht se ligji nuk është shumë i qartë, do vendosim... Ishte skandal që nuk ishte shkarkuar akoma, jo që nuk ishte skandal që nuk ishte shkarkuar akoma. Dakor, për të lutem ta mbaroj. Do emërojmë Ogerta Manastirliun,
do bëjmë zgjedhjet dhe ajo do jetë kryetari e re e bashkisë. E mbyllur. Këshilli bashkiak u thirr në serinë e PS-s, shkoi në bashki, veproi, pa e thirrur Erion Velin. Gjykata kushtetuese sot vendosi që kjo mënyrë e shkarkimit të tij ishte e parregullt. Duhet ishte bërë ndryshe, kjo mënyrë e shkarkimit. Tani, pse gjykata kushtetuese arriti te ky vendim i papritur për shumicën e njerëzve? Mund të lexohet ndoshta te emrat e gjyqtarëve. 3 gjyqtarët që pranuan që kjo çështje të gjykohej, se këtu ishte rëndësia, kjo çështje do gjykohej nga gjykata kushtetuese apo jo? Në momentin që 3 gjyqtarë thanë që kjo çështje duhet të gjykohet, janë po të 3 gjyqtarët të cilët në vendim ishin pro shkarkimit. 5 gjyqtarët e tjerë që kanë vendosur kundër shkarkimit, janë gjyqtarë që historikisht kanë marrë vendime pro qeverisë. Çfarë konkluzjoni? Kjo është pikpyetja që mund të lidhet me atë që thot Arlindi, Që tha Qori, po. që llogarit e Edi Ramës dhe të PS-s nuk kanë qenë shumë të qarta për diferencën në zgjedhje, dhe prandaj ka lejuar që të merret ky lloj vendimi. Po më fal, nuk po themi ti një gjë tani? Jo. Po ti nuk the ti një gjë? Është aty më fal, është ndjekur, lutem një sekondë me qetësi. Atëherë, është gjykata kushtetuese ka marrë një vendim të drejtë apo ka marrë një vendim të diktuar? 8-0 vendim i drejtë. Ishte i drejtë aty. Mënyra se si është shkarkuar, procedura se si është shkarkuar. Po korrespondon edhe me dëshirën e Ramës. Ishte edhe i drejtë edhe korrespondon me dëshirën e Ramës. Fakti që 5 prej tyre. Po ti sapo the që është ere parë që merret një vendim, ti njerë thuaj që fakti që ky u mor një vendim kundër qeverisë e bën këtë vendim më të drejtë e më të besueshëm, kurse tani po më thuaj që ky vendim s'pas ka qenë kundër qeverisë, sepse qeveria nuk i do zgjedhjet. Sepse ndoshta, po them qeveria nuk i ka dashur zgjedhjet më. Atë dalin ajo që ta shumë gjërat janë shumë të thjeshta dhe ju i ndërlikoni. Çështja është shumë e thjeshtë. Gjykata kushtetuese ka marrë një vendim në favor të një kryetari bashkie që ka 8 muaj në burg, ka 13 akuza, nga të cilat 9 janë për korrupsion. Dhe tani gjykata kushtetuese të na shpjegoj të dalë, të na thotë, të lutem, gjykata kushtetuese të na thotë si drejshin shkarkohet një kryetar bashkie i akuzuar për korrupsion, sepse i ka mbyllur gjitha shtigjet. Gjykata kushtetuese thotë si që kemi në ligjet nuk e shkarkon dot. Por ai duhet jep të dorëshën. Pra në momentin e parë që u prangos dhe u fut, duhet jep të dorëshën. Shiko, ka një normë shumë të thjeshtë. Kjo është normal. 3 muaj, nëse nuk paraqitesh 3 muaj në punë, shkarkohesh nga detyrë. Hyneni 3 muajve është një rudiment i ligjit për kryetarët e komunave të dikurshëm që merrnin green card për në Amerikë dhe shkonin atje dhe rrinin atje. Kjo ishte arsye. Çfarë banaliteti është ky se kuptova? Çfarë lidhje ka kjo? Kjo po më thua pra. Po sepse para 30 vjetësh nuk akuzoheshin kryetarët e bashkisë për korrupsion. Nuk i çfuste njëri në burg. Iknin. Tani çfarë do të thotë kjo që ligji ishte për ata, tani për ta nuk vlen më? Analizën politike se do të bën ata. Ka lidhje akuzat. Ka lidhje çka me të se ka një normë shumë të thjeshtë. Nëse nuk paraqitesh 3 muaj në punë, shkarkohesh, është shumë e thjeshtë. Çfarë nuk kuptohet këtu? Si mund të thuash ti që unë jam në punë, po unë jam me dëshirën time? Kush është ai i çmendur që është në punë me dëshirën e vet? Atëherë po them, në rast se do ta thrisnin, do i linin që të fliste Erion Velia në Këshillin Bashkiak. Po çfarë diferencë? Po çfarë zgjidhje? Po çfarë rëndësie? Nuk do kishte argument fare, sepse po çfarë rëndësie ka një çfarë? Mos të bëjmë. Në konkluzion, të mos të bëjmë të analizën që po vajte 3 muaj. Ai ishte në gjyq. Ai ishte në politik, ai ishte në gjyq. Të lutem. Si ishte për të folur. Po kjo e bën skandalos vendimin e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese thot pse si dhat ju mundësi Erion Veliajt të fliste në Këshillin Bashkiak. Pa ai ishte në gjyq. Është qendrim politik. Ç'është kjo punë? Nuk ishte një gjyq. Ata e kontrollojnë ata. Ore nuk ishte një gjyq. Institucioni që kontrollon kryetarin e bashkisë ata. Nuk ishte një gjyq. Po do të thrasin para shkarkimit. Po do ta thrasë, kush a thënë do ta thrasë? Nuk e zgjidhin dot, ka ndodhur tani kjo. Çfarë është kjo? Dhe çfarë do thotë? Çfarë kanë shkelur rregulloren, çfarë kanë shkelur? Kanë shkelur rregulloren, çfarë kanë shkelur? Pra po mendoni se kush parashikuar? Pra po mendoni se si Rama. Kush parashikuar? Atëre, ne duam një sekondë. Un po të them, un thjesht po të them. Un po të them, sa i duhet shkarku. Un po të them që gjykata kushtetuese ka marrë një vendim në favor të Erion Veliajt dhe në favor të Edi Ramës në thelb. Trutem, ta mbaroj. Ta mbaroj dhe pastaj ta mbaroj se nuk kemi. Por ç'është procedura? Mund të flasim troç, do flasim troç. Dakor? Gjykata kushtetuese ka bërë atë që i ka thënë Edi Rama. Edi Rama i ka thënë që duhet të merrte në një vendim në favor të Erion Veliajt dhe këtë bëri gjykata kushtetuese. Edi Rama nuk po të donte Edi Rama
që vendimin të ishte ndryshe, ne do kishim parë një vendim ndryshe. Me sa duket, kjo ishte... Nga shtatori... Për këtë po flasim. Për këtë po flasim, një sekundë. Në Edi Rama, me sa duket, është e qartë, nuk donë të zgjedhje tani, sepse ka kthyer mendje, mund të jetë për Ballukun, mund të jetë... Unë s'po them të. Po kjo është më fakt. Atere, Kush ka ndonjë ndryshim? Antoni dhe konkludojmë... Do ishte ky vendim. Antoni dhe konkludojmë me pyetjen e fundit. Ju lutem. Po prandaj them që është një teatr, aty s'ka si përplasje. Është një teatr i madh dhe gjykata kushtetuese është bërë pjesë e këtij teatri. Zoti Shehaj është në drejtën e vet të jetë kaq i nxehur sepse kishte një kandidat dhe prisë zgjedhjet dhe kandidati ishte shumë mirë. Por unë mendoj kështu. Kandidati shumë i mirë. Po pra po, s'po them. Po, kandidati. Po e them ironik të po. Kandidati i thash unë mëngjes. Do bëjmë intervista më vonë kur të vazhdojnë këto, po nuk vazhdojnë tash. Tani ideja është kjo. S'ke zgjedhje. Rama i shmangu zgjedhjet, Rama unë marr çdo gjë që është Rama dhe unë vërtet gjykata kushtetuese nuk e besoj që është e pavarur. Qartë. Sepse vendimet kanë qenë gjitha për Ramës. Por unë këtë vendim, sikur ta ketë marrë Rama me dorën e vet ta ketë shkruar, mendoj që për të ardhmen si precedent për pavarësinë e institucioneve, për të pushteti lokal, pushteti qendror, mendoj që është precedenti më i mirë që është krijuar këtu. Qofse ne do kishim vendim ndryshe, do kishim një qeveri që do shkarkonte këtë ti donte qefi, kur ti donte qefi. Më mirë thuaj që... Ne kemi sot të e dyta. Dakord, kjo gjë më e rëndësishme është të themi është që është marrë një vendim i diktuar nga Edi Rama, kjo është gjë më... Jo, kjo është... Apo kjo është e rëndësishme kjo? Unë marrë pasojën e vendimit... Po kjo është e rëndësishme kjo? Po shkaku se di unë, nuk e gjej dot tani. Ti thuaj që ka foton Edi Rama. Mund ta ludojmë. Ta ludojmë, edhe spekulojmë me këtë, por pasojë e vendimit është pozitive për raportet mes tyre dy pushteteve. Se ka menduar mirë Edi Rama. Por, kjo pasojë ç'është? Nëse Veliaj nuk do e kishte marrë këtë, me siguri do e çonte në Strasburg vendimin. Dhe nëse do fitonte në Strasburg, vendimin e kushtetuesës po atë bëndaj, ai po mbyllte fazat e gjykimit në Shqipëri, do çonte në Strasburg. Me vendimin e kushtetuesës do shkonte në Strasburg. Dhe në qofë sa i e fiton në Strasburg... Vendime gjykatës kushtetuese nuk e di nëse çojnë në Strasburg. Në rastin konkret për... Çdo vendimi gjykatës kushtetuese. Çdo vendime çon pas gjykatës kushtetuese. Kur mbaron gjykata kushtetuese quhet halka e fundit në gjykimin në Shqipëri. Çdo gjë kon por tani i bie që vendimin që mori gjykata kushtetuese për Xhashkën e mund ta çonim në Strasburg. Po normal. Është vendim politik, s'ka lidhje kjo. Jo, s'ka vendim gjykatës kushtetuese. Atëre. Të shkruajmë, jemi okay. Ai mund ta çonte. Një diversitet i plotë. Tani ne jemi këtu 5 veta. Ju të tre keni të njëjtin mendim, zotëri, se ju mendoni se është shteti këtu. Unë dhe Agroni, sidomos, që politikanë mendojnë që nuk është. Unë s'po mendoj, Se është që shteti. Jo, e kam fjalën, jo. Po të respektojmë njëri tjetrin. Mua pasojë e vendimit duhet të mirë, pozitive për pushtetet. Për Veliajn, për Orbinajn, për para gjithë procedurave dhe gjithë e tjetër, për pushtetet është mua më duhet të më japin sqarim si popullat, si ishte më shpesh, janë 13 akuza. Po. 13 akuza. Po, ne do shkatrojmë pushtetin lokal, ta vëmë në hyjjen e pushtetit qendror për të hequr Veliajn. Po ngatrojmë çik politikën. Është tjetër çështje, tjetër raporti. Ngatrojmë çik politikën me personin janë bashkë. Jo pa një sekondë. Politika dhe personi. Jo, na thoni personi largohet, një akuzuar për personi ka marr politikën. Personi ka marr politikën dhe bën çfarë kohë që dëgjoj këtu vetëm muhabetet. Do të them një gjë apo mos ta them? Po ma lejo ta them tani. Jo, ti them më mirë. Një sekondë, dakord. Ky Erion Veliaj vlla, qofse do ta gjykojnë politikisht, letëria janë kokër të burgut dhe po hetohet dhe do gjykohet për ato që ka bërë. Kjo është histori komplet tjetër. Se tani po i bëjmë llaç gjithë si sallat. Ashtu. Erion Veliaj ka hesabet e veta dhe me Spakun dhe me gjykatën speciale. 13, 50 akuza, ato është histori tjetër. Shkarkimi i Erion Veliajt është akt kushtetues dhe është institucion që rregullohet nga kushtetuta kryetari i bashkisë o zotëri. Dhe është ignorancë totale juridike dhe politike që të ngatrosh një çështje politike me emrin e një personi dhe me rregullin dhe sistemin që ka gjykata kushtetuese në raport me kushtetutën. Është skandal kjo punë ta lexosh gabim valla. Si politikan me qenë student i vitit parë në fakultet drejtësisë e di që kushtetuta prevalon mbi ligjin, konventa ndërkombëtare është mbyllur. Se ta i përluj mëndë qodha, po fymi nga inteligenca. Kryoj dy punë dhe burgun dhe kryetar bashkie. Ore, duhet a i do rinë kokër të burgun atje. Po, ti do jetosh tu. Ti do jetosh tu. E kemi të shkruar në kushtetutë. Ti thua Erion Veliaj të kryoj dy punë dhe burg dhe kryetar bashkie. Nuk është shkruar në kushtetutë që të shpëtojmë Erion Veliaj. Nuk është shkruar as vend kushtetutë. As të ndihmojmë Edi Ramën, as ti prishet vend Edi Ramën. Nga dy fjalë të gjithë. Jo, ja kam një pyetje. Me ignorancë. Ja një sekond. Ignorancë
Po le tani. Ignorancë më të madhe se të mbrosh të korruptuarit. Vazhdoni, jepini sinkron, ju jeni sinkron me Edi Ramën, opozitë është sinkron me Edi Ramën. Si sot unë s'kam pa. Si sot sinkron opozit me Edi Ramën, unë nuk kam pa. Jo, më jo kundër Edi Ramës, se këta thonë e bëri... Opozitë që nuk përshëndet E bëri Edi Rama, po thonë edhe Qori dhe ky. Barjera në Edi Ramën. Edhe Arlin Qori dhe ky thonë e bëri Edi Rama. Ka tre antarë të gjykatës kushtetuese, nga cilët disa prej tyre kanë votuar gjithmonë kundër qeverisë. Ta të tre, lexoj. Dakord? Kanë votuar apo pro Ramës, lexoj pak ato tre emra. Sonila Bedja. Ta të tre janë kundër ta të tre këtu. Janë kundër Ramës apo kundër Ramës? Të paktën dy. Sonila Bedja. Është pro Ramës Sonila Bedja. Po këta të tre janë gjithë sinkron o burr. A tregon që janë sinkron, si Sonila Bedja është me Ramën. Opozit janë sinkron të i vendimi. Sonila Bedja është me Po Ramën. lëre mos dalo të emër, ke tre emra aty. Nuk se njoh folta zaçën. Po mirë, pra është kryetari i gjykatës. Është kryetari që Po jo, po nuk ka le të jetë kryetari, le të jetë edhe kryetari i Shtetit Bashkuar. Po jo, kryetaria para 3 ditësh. Genti Ibrahimin e njoh. Po, në rregull. Është me Ramën. Ky është kundër Ramës apo për Ramës? Si mendon ti? Kot, kështu Unë gjykoj, unë them Ky profesionalisht. votoi kundër Ramës, domethënë. Jo, më është Pra këta ishin gjithë pro Ramës. Profesionalisht. Dhe ky ishte kundër Ramës. Profesional. Po sikur njëri prej këtyre ishte për 4-4. Ka me po Sa do thoshe ti këtu? Nuk ka po sikur se po hym te emrat, nuk dalim. Pyetje fundit, ju lutem. Agron, të lutem. Është Digjet kandidatura e Binajt. Bie, domethënë, unë isha duke biseduar edhe sot mëngjes që do bënim intervistë të gjithë. Jo, në 2027 dakord. Pra, si mendoni tani? Zgjedhjet do të mbeten në 2027 apo mund të bënden përpara? Shkurt, secili dhe ne do vijojmë të jemi në studio përsëri ore. Ne do ta rimarim këtë temë se tani këto gjëra ndodhin në vendin ku jetojmë. Në popullatën tonë. Varet nga procesi si do të ishte procesi Veliajt, po nëse procesi Veliajt nuk mbaron përpara, nuk ka kohë që të bëjmë zgjedhje, edhe sikur të mbaroj. Domethënë do vazhdojmë të drejtohemi nga burgu gjëja. Ne sot kemi një vit e Ky mund ta vër Manastirliun Urdhë? nën kryetare dhe t'i bëj punët kjo? Po, mund ta bëj. Tani, Por mund ta bëj. Mund ta bëj. Mund ta bëj absolutisht. po duhet ta heqë si deputete. Ha? Duhet ta heqë. Dëgjoj. ka kryetar. Ogerta Manastirliu. Si ka kryetar? Do të delegoj kryetari. Dëgjoj tash. E vendos ky tani, vendos ky të gjitha nga Veliaj. Po, Po pra, Të mërkurën, shkarkon edhe delegoni. të mërkurën, u përcaktuan 2 komisionet parlamentare për reformën zgjedhore dhe administrative. Që grupi i deputetëve të Partisë Socialiste që do ndiqnin reformën zgjedhore ishte dhe Ogerta Manastirliu. Ajo pritet që të ishte kandidate për Bashkinë e Tiranës, që të mërkurën. Pra ndoshta qeveria ka pasur sinjale që të mërkurën që nuk do kishte zgjedhje në Tiranë, përderisa përfshiu emrin e saj nga 83 deputetë që ka Partia Socialiste, pse duhet ishte... Ndoshta ti thua tani ka ndodhur kjo. Kjo ka ndodhur Ditën e njëjtë unë thash që fiton Erion Velia. Të mërkurën ka ndodhur kjo. Ditën e njëjtë unë thash fiton Erion Velia. Emri dhe kjo të çuditë, si ka mundësi që ditën e mërkurë. Por zotëri tani unë thash ditën e njëjtë po them. Jo se dua të mburem tani po. Tani, shiko, unë them vetëm një gjë. Shikoni se tani ne bëjmë sikur s'kuptojmë, sikur nuk jetojmë këtu. Hapni të gjitha portalet e qeverisë, të gjitha pa përjashtim. Ç'thonë? Çfarë thonë? Janë të gjithë në ekstaz për vendimin kundër Edi Ramës. Është të vështuar në kokë. Tani unë mendoj zotja Gron. Të gjithë analistët, të gjithë mbështetësit, të gjithë unë mendoj që janë të lumtur për vendimin kundër Edi Ramës. Ore, u lind një pyetje ju që mos vall. Edhe Berisha i lumtur. Ishte ky, po mirë, ore unë po flas për këto, unë po flas për mediat apo për Berisha i lumtur. Të gjitha në ekstaz. Po ka dhe gjë, vetëm Ore, një. Edhe mediat afropozitës lumtur. U lind dyshimi apo jo që mund të jetë një lojë Edi Ramës? Nga sot deri në prill të 2027-s, që është një vit e pak. Ne mund shojmë se si do veproj Erion Veliaj nga burgu, sepse sot gjykata kushtetuese e ktheon detyrat me fuqi të plot. Pra ai ndoshta ka forcën dhe për ta ndryshuar kryetaren në detyrë. Nga burgu, po. Se ai këtë mund bëj. Po, ai e ka firmën. Po, Edi Rama, po si ka mundësi. Plerat e ty kush do t'i pastroj? Si? Afër shtëpisë tënde plerat. Ai që do të caktoj Erion Veliaj. Kuptova. Dhe Edi Rama shpëndurisht të vazhduar në kokë. Përsëri mundësinë që ta kuptoj. Gjykata kushtetuese tha, pra varet si të sillen të dy. Kush është Pakun e ke krijuar zotëri mbaje me shëndet dhe dëgjoje dhe respektoje. Ç'menduri është gjykata kushtetuese tha Erion Veliaj, Unë kryetari i bashkisë. bashkisë. Se është një gjykatë speciale e ke ngjitur për këtë qëllim. Tani që s'të vjen mirë, asnjërs asnjë s'fal. Sot doli doktori, jo minutë. Doktori tani ishte mbrojtësi i Mati Sali Berisha. Shkarkimi ishte. Më fal, i Saliu i Erion Velis.
Doktori, Qofse ne për veten e tyre të gjithë, po e kam... që duhet e Gjurvelia, hajde të skenim gjithë Jo, ligjet. mërjo, tani një sekund, tani... Ta mbyllim tu dhe do vjojmë në emisionet e ardhshme këtë temë që është shumë interesante dhe shumë Zoti Agron, është temë shumë interesante dhe shumë e debatuar. Të nderuar teleshikues, ju lutem, Agron, është shumë interesante dhe shumë e debatuar dhe ne do të vjojmë edhe në emisionin e ardhshëm. Tani, problemi është që dje shkoj në Vareza Fatosnano. Fatosnano u shua, një nga njerëzit e njohur fort në 35 vjetët e pluralizmit shqiptar, tradicionit shqiptar mund të themi, i cili vazhdon, tradicioni madh, por çfarë la pas? Më troqi vëmendjen e gjithë për të vdekurit ne, do ta themi dhe tani, pasi të fillojmë këto minutat që do t'i bëjmë, pasi vdes njeriu, marrim dhe i bëjmë të gjitha, nuk kemi gjithë mirë pa thënë, vetëm mirësira. Sa është gjallë, nuk lem gjë pa bërë. Me dërmoj, me shyje, jo vetëm nana, njëri tjetrin e merrime me këtë punë agron, fort. Tani ne do të përpiqemi të flasim disa minuta, në pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë pastaj unë do këmë sekretarin e përgjithshëm Partisë Demokratike zotin Flamur Noka, do ta kem direkt në studio. Dhe do të flas dhe me atë disa gjëra që besoj do të jenë shumë të rëndësishme, po këto tematika, agron. Tani unë të falenderoj shumë ty, vendin të nota Zerer Marasimia, politolog analist, fare shkurt publicitet dhe rikthehemi një herë. Ndrohet fare shkurt.